Përshëndetje të dashur miq, jam shumë e lumtur që sot kam nderin, privilegjin, kënaqësinë dhe si të them dyfish e lumtur se sot do ndaj një episod podcasti ndryshe çdo herë nga herë të tjera. E them ndryshe sepse personazhet janë shumë të spikatur edhe në profilin e tyre mbartin një karrierë të jashtëzakonshme profesionale, jetë gjate dhe ne kemi parë para syve tan këtë gjë. Faktikisht, 2 herë do të them e nderuar, sepse është nga Vlora, e para. Ju të gjithë ju kam ndjekur e famshmja Cassandra, absolutisht, e dim të gjithë, dhe nëse unë përmend këtë fjalë, automatikisht juve ju shkon mendja tek personazhi më i njohur, më i rëndësishëm dhe më i përfolur gjatë gjithë kësaj periudhe që ne kemi jetuar. E kam prekur kategori të ndryshme moshore dhe janë në dieni edhe fëmijët e vegjël për filma vizatimor dhe interpretimin që ka bërë, fshehur pas tyre filmave të bukur të animuar, të themi. Dhe kam nderin dhe kënaqësinë dhe privilegjin gjithashtu dhe emocionuar si asnjëherë tjetër. Është vërtet ta prezantojmë një aktor që realisht edhe për mua është nga të preferuarit e kastit të aktorëve në teatr, në skenë jemi rritur me rolet pafundme dhe aktorë të cilët din të jenë aktor në skenë, por din të jenë njerëz në jetën reale dhe kjo është ajo çka e vlerësojmë dhe e kemi kështu nderin, kënaqësinë dhe prestigjin të ndajmë sot një intervistë me Neritan. Faleminderit për prezantimin e mrekullueshëm, është kënaqësi edhe për mua edhe pse jemi miq prej kohësh. Nuk ndjen kaq emocionuar, nuk më ndodh ndonjëherë të jem emocionuar. Po ndoshta ndaj një bisedë mes miq. Absolutisht, por duke të ndjekur nga televizioni dhe të shikoj tani dhe të prek nga afër në mënyrën se si flet, se si përcjell fjalët, mesazhet, jetën tënde, atë mënyrën shumë natyrshme të çiltër që komunikon gjatë gjithë kohës dhe sigurisht ftesa sepse e konsideroj jashtëzakonisht, nuk e marr në konsiderat që ti je pambarimisht i pashkëputur nga angazhimet e tua në rolet e tua kryesore në teatrin kombëtar, sigurisht unë e konsideroj këtë se i bie që ti ke lënë pak kohë për mua të më konsiderosh dhe të dajmë këtë bisedë të këndshme bashkë këtu në podcast pa filtra. Përveç faktin që jemi edhe miq, njihemi, është gjithmonë në kënaqësi e madhe të gjesh kohë për një bisedë të mirë. Në fund fare, e thonë edhe librat e shenjtë, fjala është e para, një bisedë e mirë, një diskutim i mirë, një debat i mirë, një ndarje mendimesh, pse jo edhe antagoniste gjithmonë i bën mirë njeriu, është kënaqësi për njeriu të komunikojë, të thotë idetë e tij mirë keq. Është gjithmonë, është në ditën e sotme është nder të komunikosh me njerëz, sepse njerëzit në përgjithësi, ky njeriu modern i mbytur mas frenetizmit, mas një prange shumë të madhe moderne që është të qenurit i suksesshëm, e ka gozhduar dhe e ka mbyllur veten brenda këmbanave të shelta të rrjeteve mediatike dhe humbet komunikimi njerëzor sy me sy që është më i bukur. Po kjo është ajo që më emocionon, do të thonë, kjo thjeshtësia jote në antagonizëm, në kontrast me karrierën tënde jetë gjate në televizion, të bën të jesh kaq njeri i lartësuar shpirtërisht, saqë mua më emocionon, sepse duke të ndjekur që në vegjëli, që në viti, domethënë Cassandra ka qenë në 1999. Në të regjëruar në 14 shkurt të 2000-shit ka dalë premiera, ka dalë për Shën Valentinit. Ditën e Shën Valentinit, ditën e dashurisë. Po, ai është film dram. Pse ka ndodhur kështu? Po nuk e di, nga që në mes ishte historia e Gentit, ishte edhe një histori dashurie për jetën edhe një dy të rinj të dashuruar që dashuria e tyre si te Romeo dhe Julieta nuk pak a shumë si te Romeo dhe Julieta nuk u realizua, e dhanë dhe këta anë të erë të shoqërisë dhe bën shumë mirë, sepse ishte një film që goditi dhe i foli realitetit shumë fort në mënyrë provokuese, kur them provokim kuptimin e mirë të fjalës, sepse ishte filluar të ndiej në shoqërinë shqiptare drama e narkomanisë, që është një plagë sociale, nuk është sëmundje siç mendohet, sikur ke vrarë gjurin, jo, është dramë e madhe familjare, sociale. Dhe duke të njohur shqipëri asaj kohe deri në ditët e sotme, nuk ke rreshtur së marri përsipër role të rëndësishme në teatr dhe në filma, më së shumti. Do të thonë, teatri për ty konkretisht çfarë është? Teatri është dashuri shumë e madhe, filmi është film, po, shtembull. Na ka thënë një nga pedagogët e mi më të mirë, i madhi Sa Doktorova, që ka qenë teoricien i jashtëzakonshëm,
në vit parë, kur ne bënim hapat e parë në skenë, më ka thënë Eritan, është tempull ai atje për skenën. Duhet ta përkëdheli këmba. Ai nuk e kishte fjalën se do përkëdhelte këmba, po adhurohej se është tempull. E gjete shumë sakt. Eksakt, por si gjendesh ti përpara filmit, domethënë këdo se e lash përgjithësi. Këtë dashuron. Shiko, nuk mund t'i ndash dot, të dyja janë shumë të bukura. Vetëm do bëj një krahasim pak futbollistik. Se ka një fjendastie. Emocionale do të thuaj. Të dy kanë specifikat e veta, nuk ndahen, sigurisht sepse njëri është live, tjetri jo, është me regjistrim. Por nuk mund të dash të dyja në zhanre shumë të bukur, po unë po them, po bëj një krahasim popullor. Teatri si të lush futboll në fushë të madhe. Kurse filmi është calcetto. Okay. Që duhet të jesh preciz, duhet të jesh. Se është ky kontakti me publikun, kjo marrëdhënia e ngushtë simbiotike që ndërtohet dhe ke publikun atje merr emocionin drejt për drejt, shikon sytë e publikut. Patjetër. Është ndryshe të dëgjosh. Patjetër, është ndryshe të dëgjosh muzikën CD, është ndryshe ta shohësh stadium, live. Është tjetër gjë. Është emocioni, është kimia, është pikërisht ajo energji që të lëshon publiku, se shiko, publiku të jep energji. Do me thënë, është llogaritet, unë nuk e di sa e vërtetuar është kjo nga ana shkencore, që një palë sy që të ndjekim, ty të lëshojnë një molekul energji. Imagjinohet të të shojnë 500 palë sy. Unë besoj të kjo. Edhe unë besoj, por nuk e vërtetoj dot, në këtë sens e thash. Vetë prezenca jote këtu më emocionon, po kur kam dhe më shumë se sa kaq, të flas profesionist, se duhet të impresionoj profesionistë. Plus që shumë e bukur kur i ndjen kërshërinë spektatorit, kur i ndjen të qeshurën, kur i ndjen stepjen që i vjen si pasojë e emocionit që ngjall pjesa aktorit etj. Është mrekullueshme. Është ndryshe ekrani, sepse nëpërmjet ekranit ne e dimë që po na ndjekin tani mira ndoshta. Jo, ti e ke kry. Kur del filmi ti e ke kry veprën, e ke bërë rolin. Dhe ti je i ftohtë. E ke parë dhe filmin përpara se ta shohë publiku dhe në një lloj mënyre pret reagimin, po jo pret reagimin. Po. Pret reagimin, si do e presin, u pëlqeu, su pëlqeu, si u duket, si su duket, që është mëse normale, është mëse njerëzore. Kurse në teatr e ke aty. Eritan në gjithë këto vite, padyshim një karrierë jashtëzakonshme në skenë. Cili është ai rol që të ka jo vetëm të ka emocionuar më shumë, po ke dhënë totalisht shpirtin dhe ka prekur vërtet. Janë të gjithë. Janë gjithë apo këtë do të veçoja? Nuk veçoj. Janë gjithë si gishtat e dorës, pandara? Kështu thuhet, gjithmonë këtë thonë aktorë. Dhe është vërtet si gishtat e dorës. Të gjithë e thonë. Po dhe intervistat që kanë pasur me aktorë. Por shiko, është metaforike kjo, janë si gishtat, po është vërtet. Por çdo rol merr prej teje dhe ti merr prej çdo roli. Është një marrëdhënie shumë prej prindi dhe fëmije. Çfarë bën aktori? Çfarë është aktori? Po ta thjeshtëzojmë krahasimin. Në thelb ne jemi një mitër. Marrim spermën, thojza, të vdekurin e zeza mbi të bardh. Ky është i vdekur, është aty në letër. Domethënë nuk frymon. Dhe ti jep jetë, jep kocka, jep nerva, jep mënyrë të folurit, mënyrë të ecurit, është si të ndërtosh një botë, një krijesë, një univers. Të cilit ti do japësh patjetër gjithçka tënden, por dhe fiton nga ai. Sepse ti nëpërmjet syve të personazhit fillon ta shikosh botën, realitetin nëpërmjet syve të personazhit. Dhe ky është edhe rreziku që e bën punën tonë shumë të vështirë, se nganjëherë në bazë të statistikave botërore, profesioni aktorëve është profesioni me rrezikshmëri më të madhe vetvrasjeje, depresioni, narkomanie, alkoolizmi, dy personaliteti, s'është lloj profesionit. Se të bën të futesh në pekun e një personi tjetër. Kam dëgjuar interviste. Sa unifikohet aktori me personazh? Një mirë unifikohet shumë. Deri ndonjëherë dhe deri në pika mostkthimi. Vërtet? Po, kam dëgjuar një intervistë. Hipnotike fare. Do të bën bipolar, të bën bipolar. Ka njerëz që bën, ka aktor jo, se edhe aktori ngre masat e veta mbrojtëse pastaj. Për shembull, un kam dëgjuar një intervistë Val Kilmerit, mbasi kishte bërë Morrisonin, The Doors, e keni parasysh filmin, që interpreton rolin e Jim Morrisonit, edhe thoshte, nuk njihja më vete, nuk dija më në isha unë Vali apo dhe ishte futur 8 muaj në shtëpi rehabilitimi. Për të rigjetur veten. Mirë, po kjo duket si një gjë që se kemi këtë lefme në qenit në shqiptarë, që nuk është fjalë jo. Kjo është sa e bukur, po nga ana tjetër dhe e dhimbshme. Jo, është e dhimbshme e vështirë. E dhimbshme realisht. Domethënë të mos arrish dot. Ti haron veten në Eksakt. Ti harrin që të vësh në pikpyetje personalitetin tënd, që shumë e dëmshme për çdo individ.
Dhe kjo të ndodh nëpërmjet profesionit, dhe kjo është shumë e vështirë. Dhe të ndahesh për asaj është e vështirë. Është si një divorc, një dashuri e madhe. Neritan, po gjithë këto sfida, se janë sfida patjetër të profesionit. Çdo profesion ka sfida, të mos themi se çdo profesion. Çdo profesion ka bukurinë e vet dhe vështirësinë e vet. Patjetër. Gjitha këto sa vlerësohet sot profesioni aktorit në Shqipëri. Pa më unë po të përgjigjem me i batut filmi. Keni parasysh koncert në vitin 36 kur çon Veselin kapterin të Blej Lule nën prefekti Robert Nrenika? Që i thot shko blej lule, ose i thot mi jep lekët, i thot në Paris blej lule, këtu i han gomeret. Po, sigurisht. Do me thënë, në vende me kulturë të madhe, pa diskutim që vlerësohet arti, në Shqipëri jemi shumë mrapa në këtë drejtim, por nuk është problemi tek të vlerësuarit. Pra, nuk po hyte egoja ime, jemi të vlerësuar, si jemi të vlerësuar, është problemi që këtu nuk kuptohet që arti civilizon njeriun. Arti ndërgjegjëson Shqipërinë, arti edukon shtresat, klasat. Është në antikitet, nëse do i referohemi të mëdhenjve të antikitetit, duke filluar që nga filozofët Sokrat, Platon, Aristotele, deri tek poetët e mëdhenj, Homer, Hesiod, deri dhe tek Eskil, Sofokli, Aristofane, Euripid janë poet, quheshin poetik, quheshin poet ata. Ata kanë sfiduar shoqëritë. Ata kanë lëvizur sisteme politike, sisteme shoqërore, nëpërmjet penës dhe gjenisë tyre. Sepse si thot edhe Platoni te ligjet, kur artistin është në pushtetin e muzës, muza është perëndia e frymëzimit, janë 12, se është e komedisë mitologjia ka 12 muza, është e dramës, e tragjedisë, e komedisë, e valles, e tjerë. Kur janë në pushtetin e muzave, ata bëjnë mrekullira, thot, për artistët, për krijuesit, për poetët. Dhe fakti është që të gjithë penat më të mëdha të botës janë filozofë. Çfarë themi, për këtë do flasim për antikitetin, për këtë do flasim për Virgilin, për këtë do flasim për Dante Alighirin, për këtë do flasim Shakespearein, Molierin, Carlo Goldon, Kafkën, Ionescon, Nietzschen, janë gjithë njerëz të penës. Janë të gjithë njerëz të penës, Ionesco. Për këtë do flasim më parë. Për Goethe. Për këtë do flasim. Apo për rilindjen italiane. Aktualiteti është. Për piktorët e skulptorët e mëdhenj, gjeni që i ndryshuan mendimin gjithë botës nëpërmjet rilindjes së shpirtit të bukurës edhe të simbolikës në art. Dhe nga periudha e errët e inkvizicionit, Europa doli te rilindja e famshme dhe më pas e pasuan romanticizmi, klasikizmi, iluminizmi deri te realizmi. Apo më tregove gjithë historinë e bachelor shkollës time, edhe je jashtëzakonshëm, ke një patos të frikshme, një emocioni në mënyra se si përcillet. Sepse është gjithë jeta ime. Do me thënë, unë kam filluar të pretendoj të merrem me art që 12 vjeç kur vizatoja, që konkurrova për lice, që edhe arti figurativ është sapo i përmenda. Me Raffaello, Tiziano, Botticelli, Da Vinci, Pinturicchio, Giotto, e gjitha dhe gjigantët e Firenzes edhe të Vatikanit, ata ishin të Firenzes, në fakt, po i bleu Vatikani. Pastaj në art skenik, pra kam praktikisht sa u bë. Tani jam 57 vjeç, kam mbi gati gjysmë shekulli që pretendoj të merrem me art. Dhe duhet ta duash dhe ta kesh pasion atë gjë që ta bësh mirë. Përndryshe nuk e bën dot. Ta dashurosh. Prandaj kam dhe këtë pasion dhe s'ka për të vdekur kurrë, besoj sepse e du me zemër. Jam gjithë pasioni, më fal. Pjesa më e madhe po. Po dëgjoj, nga pasioni unë kam dëgjuar edhe prindet e mi dhe shumë të tjerë që e kanë kaluar me eksperiencën e tyre jetësore dhe kanë thënë që nëse ti ndjek pasionin, nuk të sillte ardhura financiare. Si bëhet me këtë? Si mund të është zgjedhje personale pastaj. Po, ajo është zgjedhje personale pastaj. Varet çfarë kërkon njeriu nga vetja. Në të rast, dikush kërkon të pastroj kuletën, dikush kërkon të pastroj shpirtin. Patjetër, është zgjedhje personale. Unë asnjë nuk gjykoj, as paragjykoj, as gjykoj njëri. Por ama më mirë pasuroj shpirtin, zemrën, se sa të pasuroj kuletën. Domethënë, jo se nuk duhen, parat janë mjet i domosdoshëm jetese. Por ama ti nuk mund të jetosh pa dy muskujt më të fortë njeriut, që është kjo edhe zemra edhe shpirti. Dhe këto i kultivon arti dhe sporti. Domethënë në antikitet ata të mëdhenjt e dikurshëm, artin dhe sportin e kishin edukim
Do me thënë dhe teatrot, dhe stadiumet, dhe garat e kuajve, ishin edukim. Vete shoh se mu më pëlqen shumë antikiteti, arkeologjia, sitet arkeologjike i shoh. Edhe vete në Delfi. Delfi është qyteti i perëndive, është mbajtur, ku ka qenë dhe ka qenë edhe orakulli i Apollonit, orakulli i Delfit që parashikonte. Dhe poshtë fare në nivelin e tij të parë është ajo që quhet Gymna. Gymna do të thotë në helenisht, se s'ka pas grek, kanë qenë helen, jo grek, është tjetër gjë. Do të thotë nudo. Dhe ishte shumë e madhe për një qytet, se po të vëmë re Platonin flet për një qytet 5.060, 5.040, 5.060 vet. Pra kanë qenë të vogla qytetet në fillim, qytet shtetet, nuk kanë qenë aq të shtrira. Dhe Gymna ishte shumë e madhe. Ishte palestra, që i themi gjem, që është palestër. Dhe pyes pse ishin ca arkeolog grek atje që po punonin. Vazhdojnë ata punën. E i them, pse ka që madhe, i them. Po tha sepse nuk bënin servitje vetëm ushtarakët, tha, bën të gjithë populli. Dhe bëj nudo servitja. Prandaj quhej Gymna. Ose bëj vetëm me një gjë këtu rrotull. Po çfarë ishte kjo filozofia të bërit nudo palestër? Si më shpjegon? Po është filozofi. Pse i quhen arte marciale? Karate, jiu-jitsu, gjithë ato janë arte marciale. Karakterial të veçantë të bërit gjimnastikës. Janë disiplina. Janë disiplina. Janë disiplina. Por, okay. Apo jo. Por kjo nuk e justifikon fakti që pse duhesh bërë nudo apo them. Mirë, ajo është pastaj hyn në mënyrën e jetesës tyre, më nuk e diun pse duhej bërë nudo. Një zgjedhje e tyre. Ore siç mund të bëjmë ne palestër sot me të mbathura. Unë kam bërë palestër kur ka qenë vape, kam heqë bluzën, kam bërë vetëm me të mbathur, por nuk është e rëndësishme ajo. Ashtu quhej sepse quhej. Por ka të bëj që aty bënin sport, stërviteshin të gjithë. Sepse sporti të kalit shpirtin e garës, konkurencën e ndershme, përveç muskujve, zemrës, të gjitha. Shpirtin kolektiv, sidomos sportet kolektive, futbolli, basketbolli etj. Dhe në antikitet, rregullat e hileve në sport ishin jashtëzakonisht të rënda. Dënimet. Po të kapnin duke bërë hile në ndeshje, nuk preke më të vijej damka. Dhe ti nuk hyje më në asnjë kompeticion sportiv. Dishe karriera po. Pse? Pra ndershmëria në betejë. E para ishte ndershmëria. Versoj ndershmëria, pastaj forca. Po kjo tregon për një vullnet dhe për një karakter të fortë. Përveç se muskujve të fortë. Në kohëve të sotme aktualitet, sa njerëz të ndershëm ti ke takuar në jetën tënde, a i numëron me gishtat e dorës? Apo kam njoh plot njerëz të mirë. Ke njohur? Po, ka njerëz të mirë. Ka një problem. Që i përkasin artit? Po. Që i përkasin vetëm artit? Jo vetëm artit. Por që dhe i përkasin, jo domosdoshmërisë. Kam takuar dhe politikanë të ndershëm. Jo, ka dhe çuna të mirë, pa diskutim. Tash unë nuk jetoj me ata që them sa i ndershëm është, por që kanë mirësi, kanë preokupim, A priori themi ne, duke parë ti Eksakt, nuk e fut të gjithë në një thes. Jo, nuk i fuz të gjithë në një thes. Se është çik kjo teoria të gjithë njësoj janë. Jo, nuk janë të gjithë njësoj. Po, dua ta lidh këtë. Unë njoh nga e majta, nga e djatha sepse jam rrit me ta. Kemi qenë çunat e Tiranës që aq ka qenë Tirana atëherë, hanim fara tek bulevardi dhe gjunim goca në kohën e Enverit. Sa ajo ka qenë bota shqiptare. Pra njihemi që nuk e qenë rol gjuajt, me thënë drejtën. Në intervistë kam ndjekur. Jo, nuk kam qenë ofensiv ndaj femrës. Domethënë kam qenë gjithmonë i ndrojtur, po qefi kisha tash. Sigurisht. Ishte e moshës. Tash ishte më qefi kisha shumë. Por nuk isha nga ata meshkujt që i përpiqja të vija në pozitë, jo. Ja bëja ta kuptonte që kisha ndjenja për të, por jo mbytës. Jo. E kuptoj, në një intervistë tënde që ke qenë i ftuar në Top Channel, të kam ndjekur, kam përcjellë vazhdimisht në Instagram e në YouTube. Të kam vlerësuar shumë mirë zakonisht si figurë artistike, profesionale, televizive, etj. Dhe ke shprehur një konsiderat të jashtëzakonshme për gruan që ke në krah. Çfarë më bëri mua përshtypje këtu? Që ta dëgjoni të gjithë bashkë. Që nuk gjej burra ose janë burrat e moshës tuaj, ndjes, domethënë të një viti, të një brezi që i përket brezit tonë, dhe unë aktualisht nuk kam parë
një burr ose një djalë që të flas me një konsiderat të jashtëzakonshëm për partneren e vet. Unë gjithmonë historinë them e dashurisë tuaj që keni përjetuar bashkë dhe deri tek mënyra se si ti e vlerësoje dhe e mbaje në piedestal dhe respektoje deri në fund dhe dhe tek ajo e fundit fare që unë nuk mendoj dot jetën time pa partneren time. Unë do isha këtu ku jam, ndoshta pa ti me shoqë. Kjo ishte sa deklaratë shumë bukur kjo, shumë e fortë dashuria. Ndryshe nga të tjerë. Shiko, gjithë çështja është e dashuria. Ka të bëj shumë në marrëdhënie, domethënë është dashuria e para. Në qoftë se ndërton një marrëdhënie mbi bazë interesi, një ditë do të çedoj. Në qoftë se e do pa kushte dhe të do pa kushte, ajo mbetet edhe sikur buket ja thash. Mbetet sepse është ajo që njeriu është qenie që dashuron, duhet të dashurojë. Në qoftë se dhuron dhe merr dashuri, është qenia më e plotësuar në botë. Unë sot jam kaq vite, jam lerri në Tiranë, punojmë si qen, kuptimin e mirë të fjalës, se fjala qen mua më nderon, se qeni është i kafshë e jashtëzakonshme, e dim të gjithë. Me ti me shoqe, jemi me qira, po nuk e vrasim menin fare. Jashtëzakonshëm. Wow. Sepse në fund jetojmë marrëdhënien ton, po si ditën ku u njohim, duke u ngacmu, duke bo gallat me njëri tjetrin, duke ngritur zonin, edhe duke u çepetosur. Gjithnjë më rrallë, se tash s'kena mo, sepse e njohim njëri tjetrin shumë mirë, po e jetojmë me gjithë intensitetin e vet marrëdhënies. Jemi me këtë shprehje që vera sa më shumë të qëndrojë aq më mirë bëhet. Nuk është shprehje, është fakt. Fakti i kthyer në jetë. Fakt është që vera e mirë, sa më tepër të rinj shisha, aq më mirë bëhet. Edhe dashuria kështu. Po edhe dashuria. Nëse është dashuria, pra ta ndajmë çik gjën. Se tani le të themi që ka një ngatres me interes. Tani jetojmë në këtë botë e materies. Tani këtu më ndalo, sepse është ajo që po shkatron gjithçka në këndvështrimin tim. Materializmi, konsumizmi. Do me thënë njeriu shifet nga makina tani. Që është turp. Jo nga shpirti. Jo, nuk shifet nga çfarë bote të pasur ka. Janë gati njerëzit të shesin shpirtin e tyre për të patur një shtëpi luksoze, për të patur një makinë. E kanë bërë. Pa e pe me 300 apartamente tani. Kjo ishte po këta njerëz të vdekur për mendimin tim. Nuk se s'dua të lëndoj askënd, po ta solla si shembull. Ka njerëz. Shumë e dhimbshme. Un po filloja që ti numëroja 3 4 5 do veja deri 200, 300 kapa do sa shumë u lodha. Dhe thash, o Zot, ku po jetoj? A janë të lumtur këta njerëz? Jo. Për mendimin tim jo. Jo, sepse është smundje ajo. Është smundje. Ajo tregon pa lumturinë. Janë shumë bosh në ndjenjë. Tregon pa lumturinë. Babëzia është mungesë e madhe njerëzore. Kjo është smundje. Kjo është diagnozë. Është smundje vërtet. Imagjinoj pse tallemi me gopsekun e të famshmit Molière. Gjitha këtu të numëron natën me qiri edhe këtë qindarkën, këtu është smundje. Sa gjunafe. Këta njerëz janë vërtet. Janë vërtet për të mëshiruar, për të mëshiruar. Aleksandri i Madh, Lamanet thuhet që kur të më varrosti mi lini durët jashtë. I madhi Aleksandër. Që njerëzit shohin që po ikin nga kjo botë me duar bosh si qerdha. Po, asgjë s'do marrim me vete. Kurse ta kem këtë rrëmbek këtu, po ta morim edhe këtë lapsin ta vjedhim nga zyra, a kupton? Unë mendoj që nuk janë të zgjuar, nuk është zgjuar si sot. Është smundje, mos smundje. Zgjuarsi për mua, zgjuarsi është për mua të kesh një jetë të shëndetshme. Po. Si në kuptimin fizik, si në kuptimin shpirtëror, si në kuptimin mendor. Për mua ai është njeri i realizuar. Për mua. Shumë kush që më dëgjon më thotë ama se po se jo se i kanë shqiptarë to fjalët. Jo po shiko se. Që të më thënë jo mo shiko po shiko se. I kanë këtë pare, ka si pare. Do më thënë takosh një mikun tënë që rritë që në qerdhe me të 10 vjetë pa e parë. Dhe pyetja e parë që të të bëjë të thotë a ke po në i lek. Po shte rëndë mo. Që më ndodhi dhe po më pyet njerë si kam fëmijët edhe grunë më buri dhe jot. Eksakt po është. Që të duhet ty, a kam bo lek, a s'kam bo lek, më jemi mi që prej 72-shit. Ju ka zënë syt, është një perde që ka kaluar sot në këtë botë që Lek, duhen, pa tjetër. Është një mjet i rëndësishëm. Jetojnë në botën e materjes, duhen, pa tjetër. Por jo të të zëri syt, sepse aty pasaj nuk je më i vetes. Dhe me thënë ka shumë shqiptar, për fat keq sot,
që të e vetmja perëndi të cilës i falen gjithë ditën madje edhe në gjumë, është paraja. Po ti aty i marr fund. Unë i falem nënës dhe babës që kam atje lartë. I falem fuqisë hyjnore, po i falem. I falem familjes si kam, djemve të mi, ti kem të shëndetshëm, lutem për ta. Po nuk lutem, o Zot më jep lek. Se më vjen zor ta bëj. Se thot edhe Zoti i ka i legen. I ke puno atje. Mendon se të ka bërë arti të tillë? Them se po. Por edhe mënyra ku jemi rritur edhe sistemi ku jemi rritur. Dëgjoj, duke ta lidhur me një eksperiencë përvojë tonën të bashkëjetuar me shumë bie në teatrit kombëtar përpara disa vitesh. Aty kanë qenë unë prezente dhe se e ndjej veten në shpirt artiste dhe mendoj që i përkas kësaj bote. Edhe nëse do isha e pasur, nuk do isha këtu me ju, po do isha duke shijuar pushimet e mia në, nuk e di, në Florida, ku diu në Miami. Ku të donte qefi? Po, eksaktësisht. Dhe në rast unë jam duke ndar dhe jam shumë herë vjetisht e lumtur dhe dua të them, sa të ka qarë shpirtin në ato periudhë, si arritet ti ta rikuperoje veten, ta superoje gjithë situatën, se u bë shumë e madhe dhe e kopshme fare situata. Po, është skandal, është rasti i parë në historinë e njerëzimit, mos e ka bërë asnjë. Eksakt. Që policia, domethënë parlamenti shqiptar, qeveria shqiptare. Ti vetëm aty përpara gjithë popullit tonë, themi dhe përpara Jo, unë dola përpara absurditetit të pushtetit. Zëla kundër popullin tim, unë dola për popullin tim. Sa i teatr nuk i takonte Neritanit, i takonte gjithë shqiptarëve, është teatr kombëtar. Shumë e trisht. Dhe unë dola përpara një togë policës që dridheshin ata. Jo se jam unë trim, ose unë si jam i dhunshëm, ju më njihni, s'prek njeri me dorën. Se si jam qytetar, jam civil, nuk. Po dola përpara një absurditeti të një qeveri absurde, më si mund, është rasti i parë në historinë e njerëzimit, mos ka ndodhur kurrë që parlamenti, qeveria, bashkia, policia të shembin teatrin e tyre kombëtar natën me dhunë në mënyrë antikushtetuese, po nuk ka, ne vemi jashtë sot se ka bërë shumë buj ngjarje nëpër botë dhe na pyesin drejtor teatrosh, aktor, orë është e vërtet nuk e besojnë. Koloseu në Roma apo Kulla Eiffel në Paris, pse nuk shëmben këto? Po pse ndodh kjo gjë në vendin tonë është? Kjo është përvenduar kokës, realisht ka qenë e tillë. Po për firma që janë vendosur aty, firma aktorësh, sa të vërteta janë? A u konsideruan ato? Unë nuk e di se unë syat. Unë isha matan barrikadës. Edhe nuk, shiko, unë kam thënë një gjë, jo, unë them vetëm një gjë. Tani që çdo gjë doli në dritën e diellit. Dhe u sqarua gjithçka, që ishte një hakmarrje bolshevike e kryeministrit, tha vet te Sokol Balla, kam 20 vjet që du me aprish. Mirë, po kur pushteti kthehet në zbatues të vullnetit personal, ti nuk je më kryeministër. Putini është pushtues. Kur pushtoi Mariupolin, e mbaj mend shumë mirë të gjithë që bombardoi teatrin. E mbani mend, besoj. E ktheu në gërmat teatrin e Mariupolit. Në 31 dhjetor të këtij viti, domethënë si i bie, të vitit kaluar, shkoi inauguroi vet. Siç ishte. Që ai ishte pushtues. Ne na e prishën tanët, mo. Ne na e prishi policia e shtetit shqiptar që e ka për detyrë ta ruaj, na e prishën 4,5 mijë bandit. Paradoksale, ti ishe aty? Se zakonisht unë kam dalë i fundit në teatr. Ti ke fjetur aty brenda në. Unë kam dalë i fundit dhe në një lloj mënyre është edhe një çik edhe simbolika asaj që ka ndodhi pa dash shumë e bukur sepse unë jam i fundit aktori i teatrit kombëtar që dola nga i teatr dhe në një lloj mënyre mora me vete edhe shpirtrat e atyre të mëdhenjve që e bën atë teatr. Të rënduan. Po sigurisht. Prandaj thash në një lloj mënyre qave shumë, po dhëmi shumë. Urrita aty. Urrita aty, mbi 25 vjet, është çarek shekulli. Urrita jo vetëm si aktor, urrita si njeri, urrita si personalitet, urrita profesionalisht patjetër. Ishte shtëpia ime e dytë. Thuhet shtëpia apo është vërtet shtëpi? Është vërtet se ne ndajmë orë të tëra aty. Absolutisht. Këto mbledh edhe inate dhe këto rrejtje që ti e shpërfaq në mënyrën aktoriale tënde që ma mahnit kur e tregon dhe e rrëfen, a bëhen rolet e tua, a vishen me këto lloj karakteristika që ti luan në skenë këto? Kur e do roli po. Dhe ti masakron. Kur e do roli po. Dhe ti masakron këta. Ne zhvillohemi. Ne njerëzit jemi që zhvillohemi shumë shpejt. Unë po marr celularin në 20 vjet që ku ka arritur. Kur kam lindur unë, ne kemi qenë familja e parë në pallat, në 74 që kemi pas televizor. Tani s'ka kodosh. Ishte gjithë pallati kishte vetëm një televizor. Që ishte pallat oficerësh, pra ishin
me rroga të mira. Shive ku janë tani, s'ka familje pa televizor. Pra, në shumë gjëra ne zhvillohemi shumë shpejt. Por të mos harrojmë që prapë ne mbetemi njerëz. Këtu brenda ne dashurojmë, ne urrejmë, ne kemi dhe mlef, kemi dhe zemërim, dhe janë shumë të bukura se janë instikte të pastra njerëzore. Se këta modernët të sot më thonë, ua, çfarë mlefi? Po mirë, pse të mos ke mlef? Kanë njerëzit mlef. Edhe njerëzit më të butë. Është njerëzore. Qa, unë nuk jam kompjuter. Jemi gjak. Shë pse ti nuk më thoni një nga ju që s'ka pas një moment zemërimi një jetë, fort. Jo zemërimi, po unë Jo, po atëra je besh së njeri. Ti si njeri, atë pra po them, po s'pate mlef, po s'pate zemërim, po s'pate dashuri, po s'pate zemërim, po s'pate kënaqësi, si e njeri pastaj, qa je? Nuk je më njeri, je kompjuter. E para, dhe e dyta, ka dhe një gjë, që ja vëm faj sistemit, nuk ka asgjë të renën të diell. I ka prodhuar Roma të gjitha sistemet. Ka vullnet. Unë po të marrë Romën me që e përmenda se më pëlqen jashtëzakonisht ajo. Caput mundi, thoshin latinët, maja e botës. Ata kanë prodhuar gjithë perëndimin tani. Ata kanë prodhuar gjithë. 3 sisteme politike, sisteme fiskale, sisteme administrative, të gjitha ata i ka prodhuar. Ne i përsosim tani, po ata i kanë ndërtuar parët. Dhe kryesisht Octavian Augusti, perandori i parë i Romës. Ishte po ai sistem si për Octavian Augustin, si për Neronin. Vari ka vullneti. Njëri donte ta bënte të mirë, tjetri s'donte ta bënte të mirë. Ishte po njësoj si për Trajanin, që ishte i vetmi perandor Optimus, në latinisht, optimali më i miri, dhe po i njëjti për Karakalën, që vrau vllajën e vet në sy Tomës, për pushtet. Pra, nuk ka të bëj sistemi, ka të bëj vullneti. Qofse vullneti është i mirë, çdo gjë bëhet e mirë. Nëse vullneti s'është i mirë, çdo gjë s'është e mirë. Se dhe sistemin e bëjnë njerëzit dhe e zbatojnë njerëzit. Ja këtë sistemi që ka ndërtuar Rama. Po të bjerë në duar të mira bëhet i mrekullueshëm. I mrekullueshëm bëhet. Ke parë vetëm nuk e di, andanit njëtën mendje me mua. Absolutisht. Ç'është vullneti, ore shiko. Sistemet janë produkt njerëzor. Ore dhe korrupsioni është produkt njerëzor. E bëjmë ne njerëzit. E bëjmë ne njerëzit. Si nga këto role ti e klasifikon tek ky rol, tek këto vetik, tek këto karakteristika, këto veçori, ja ke veshur të gjitha këto virtyte dhe e ke vendosur në skenën e teatrit kombëtar dhe e ke mesakruar dhe e ke deligruar, e ke bërë palaço cirku. Po në përgjithësi më kanë rënë kështu, nuk më kanë rënë personazhe negativ. Po kam pas tek 12 burrat, një pjesë që e vum me ish profesorin dhe mikun tim Bert Minga, që pati një impakt të jashtëzakonshëm tek publiku shqiptar, u mbyll me sallën plot. Kisha rolin e një personazhi amerikan, një juri popullore amerikane, siç është sistemi i drejtësisë amerikane, që ishte racist. Këta të varfrit i qimqave se do na marrin shpirtin një ditë, racist. Dhe aty mund të zbuloja edhe këta anën time, domethënë. Prandaj jemi aktor, që të dim të luajmë edhe mbretin, edhe princin, edhe gazetarin, edhe nazistin, dhe antagonistin. Edhe nganjëherë antiherojt janë më të bukur, se herojt. Janë shumë të këndshëm antiherojt. Janë shumë të bukur. Pse duhet të lënë më tepër dorë ti ndërtosh. Heroi është pak a shumë. Heroi është pak a shumë, nuk po them komplet klishe. Shtamp, ai miri. Si sekretari i partisë në kohën e Enverit. Po. Dhe je të kushtozon një çik. Që të themi cop, kurse antagonisti të lësh, thot hiqi frerë dhe vazhdo tash, jepi, bëj, të lësh shumë tepër dorë të tjerë. Dhe ajo t'jep kënaqësi personale. Ose jo dhe më pas kalojmë direkt aty. Kalojmë më pas te poezia. Një sekond. A mendon se ne jemi momentalisht aktualisht dhe mendoj që poezia e Ali Aslanit është koha e maskarengëve, është aktuale dhe vazhdon dhe do të vazhdoj. E keqja është që nuk është, jam shumë dakord, po e keqja është që nuk është vetëm për Shqipërinë. Është për një sistem të tërë, jo botëror, por të një pjesë të mirë të botës. Të themi që kjo na ngushëllon
Jo, nuk më ngushëllon, përkundrazi, më vjen keq sepse është kalbur perëndimi të cilit unë e kam dashuruar të rritën se ne jemi popull perëndimor. Është kalbur perëndimi. Perëndimi po vret instinktet e mira njerëzore me këto politikat liberale. Dhe ky nuk është, po e thot, po e shpik në tani, duket për ditë. Mendon se arti është shitur sot, po ose jo? Jo shitur, ka njerëz që e kanë shitur, ka njerëz që jo. Okej, a ka frikë arti nga politika? Nuk duhet ketë. Ka, por nuk duhet Andihesh i ketë. censuruar në Shqipëri? Unë jo. A ke humbur miq për shkak të bindjeve të tua, po ose jo? Po. Ke bërë ndonjë kompromis që sot pendohesh? Jo, asnjëherë kompromis keq. A kompromis mirë po. Je ndier i përdorur ndonjëherë? Po. A të trempe artmja e vendit? Shumë, dhe sepse edhe e dua shumë këtë vend. Etnocentrik. A ka shpresë ende për artin e vërtet në Shqipëri? Gjithmonë ka shpresë. Shiko, kur u hap kutia e Pandorës, të gjitha zullumet dolën, shpresa ngeli brenda. Kështu thot mitologjia. Mitologjia thot shpresa ngeli brenda. Pra nuk humbet kurrë shpresa. Ke paguar çmim personal për bindjet e tua? Besoj se po. Të ka mbyllur dyert sinqeriteti? Po. A je ndier Jo vetëm ka mbyllur dyert, po më ka krijuar edhe beteja. Okej. A je ndier i përjashtuar nga sistemi? Janë përpjekur, por nuk më ka përjashtu dot. Ke refuzuar para për të mos heshtur? S'më ofruar asnjëherë dhe asnjëherë s'kam pranuar, s'kam dashur. Okej. Të kanë kërkuar ndonjëherë të Më njohin kokën, jam lap. Më njohin kokën. Të kanë kërkuar ndonjëherë të zbutësh fjalën? Po. Ka ndodhur? Jo, nuk e kam bërë. Nuk e kam zbutur, i kam thënë fjala ime është e shenjtë, mirë keq, kështu e mendoj. Okej, mendon se Shqipëria i vret artistët e saj? Po, pse? Ta shpjegojmë çik. E bukur. Pse artistët shqiptar bëjnë jashtëzakonisht hajër andej? Po, si ka mundësi? Jo se janë më talentuar se ne këtej. Se andej i lejon sistemi njerëzor t'i shpërthejnë energjitë e tyre, këtu të frenon. Vazhdojmë. Okej, mirë. Je ndier i tradhtuar nga koleg? Po. Do të largohesh nga vendi po të kishe një mundësi me shumë 1000 euro, zero nga Jo, pas? për punë po. Po jo për gjithmonë. Do shkoj, do mbaroj punën dhe kam bërë. Kam vajt, kam xhiru ose kam bërë shfaqje. Por për vazhduar jetesën andej jo. Këtu. Okej, e bukur. A është arti sot vetëm biznes? Jo gjithmonë. Po është bërë shumë biznes, por ka dhe njerëz që e bëjnë për pasion. Pakët, por e bëjnë. A është liria e shprehjes vetëm iluzion? Varet si e shef, për mua jo. Okej. Liria e shpresës është liria e shpresës, unë jam shprehur gjithmonë, s'ma ka penguar njeri. Edhe kur jam përpjekur të ma pengoj, nuk ma kam penguar. Duke ditur që e kaq natyrë drejt për drejt, a ka njerëz që të druhen sot? Po. Ka. I druhen më tepër asaj që them dhe asaj që bëj, se sa mua, se unë jam shumë paqësor. Kush druhet? Mediokrit. Mediokrit. Okej. Ose të shiturit. Sepse ja kam thënë një atyve me shumë etike, o kam thënë unë jam pasqyra ku ju shifni veten dhe ju duket vetë e shëmtuar, por nuk jo ka fajin pasqyra se jeni ju të shëmtuar. Se jo kam fajin unë. Kaq. E bukur shumë. Si thua, do ta mbyllim me një poezi, është e pamundur të kemi sot si një kolos patjetër të për sa i përket artit shqiptar dhe mos marrim ca copza kështu nga një poezi. Është e pamundur. Ne do të luteshim, do kemi kënaqësinë patjetër ta ndjekim dhe është kështu interpretim live. Edhe një nga interpretimet që... Ka qarë, shati, ka qarë, maestro. E ka qarë, maestro, të shi. Atëherë, Hakërimi nga Neritan Liçaj, e ndjekim. Hakërimi, poezi nga i madhi, Ali Aslani. Që nga Korça gjerë të Shkodra, mbretëron një rësirë, në për fusha, në për kodra. Vërshëllen një gërsirë, pra o burra, hani. Hani, pini, ore qast, për çakallin atë herët, është ras e deli ras. Hani, pini dhe rëmbeni, mbushni xhepa, mbushni arka, të pa brek ju gjeti drega, milioner ju gjeti darka. Hani, pini e rëmbeni, mbushni arka, mbushni xhepa, gjersa populli bujart ju përgjigjet peqe lepe. A e rron për zotrin tuaj, punë e ti, djerë se balit, është kafshit për gojën tuaj. Roft goje e çakallit, shqyr zotit, s'ka më mirë, lumturi dhe bukuri, dhe kur vjen e ju qanë halin, varni buzët dhe turinj.
Shumë e bukur. Meriton vërtet një dorë trokitje të madhe, sepse është Ali Aslani me këtë kaq. poezi për mu është pasardhësi më i mirë i Lahutës Malësisë. Në miniaturë, se poezia është shumë e vogël në krahasim me poemën e. Faleminderit. Do me thënë, janë ata njerëz që i kanë folur sikurse edhe ka shumë edhe rilindas si shqiptar. Jo këta, se këta bën pjesë emrin e rilindas vetëm dhënj. Po Konica e tjerë që i kanë folur e kanë njohur shumë mirë popullin e tyre dhe e kanë pickuar në kuptimin e mirë të fjalës. Zgjohuni deri i kanë pickuar fort. Kanë bërë detyrën më të madhe patriotike të tyre. Të zgjojnë, janë përpjekur ta zgjojnë popullin. Derisa e kanë arritur ta bëjnë bashkëkohore. Dhe e kanë bërë, sepse e kanë njohur dhe e kanë dashur popullin e tyre. E kanë dashur. Një njeri që nuk të do, unë nuk jam me teorinë kush të rref të do. Jo, s'jam me këtë teori. Po kush të do ta përplas turinëve. Ta thot vërtetën. Tregoj kështu i vërtet dhe i drejtë për drejtë. Kush nuk të do të gënjen. Do ta mbyllim me një mesazh në Eritan, mesazhi që ti do doje ta përcjellje sot për gjithë të rinjt që janë duke na ndjekur në këto momente, po jo vetëm. Jetojnë jetën me zemër, jo me llogari. Ne jemi popull shumë i bukur, jemi popull me një temperament të jashtëzakonshëm, me 1000 probleme. Është mirë ta themi këtë se është e vërtet, por jemi popull shumë i bukur. Unë nuk jam me urrej kur e dëgjoj nga shqiptarët fjalën nuk bëhemi. Jo, po të duam ne shpartallojmë kontinenten e bëhemi. Dhe kemi vërtetuar. Edhe kur kemi dalë jashtë kufijës, shqiptar dhe kudo. Kështu që po e mbyllim me këtë mesazh që është tepër i bukur, i vërtet na ka emocionuar sot shumë edhe unë kam super shijuar sot këtë. Ishte eksaktësisht pa filtra. Faleminderit për ftesën, ishte Faleminderit, shumë kënaqësi. Faleminderit ju. Kështu pra miq do të mbyllim edhe puntatën e ditës së sotme dhe do të kemi mundësinë të ritakojmë sërish puntatën tjetër me një tjetër të ftuar. Mirupafshim. Mirupafshim.